Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Emisari i ri i Bashkimit Evropian për dialogun danezi Peter Sorensen zhvillon sot vizitën e parë në Kosovë. Fillimisht Sorensen takohet me presidentën Vjosa Osmani e më pas do të pritet nga kryeministri Albin Kurti. Diplomati i BE-s gjatë ditës ka të paraparë në agjendë edhe një takim me zëvendës kryeministrin e parë për integrime evropiane, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi. Në këtë detyrë Sorensen pason diplomatin slovak Miroslav Lajčak. Pas publikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të datës 9 shkurt, partitë politike do të kenë mundësinë të parashtrojnë ankesat rreth këtij procesi. Njohës të fushës thonë se në fakt themelimi i institucioneve të reja në vend pritet të përballet me vonesa. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidentja Vjosa Osmani ka kohë 30 ditë për ta thirrur mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës, që më pas të hapet rruga për formimin e qeverisë. Vdiq mbrëm në moshën 87 vjeçare Haxhi Thaçi, babai i ish presidentit Hashim Thaçi. Kohëve të fundit, Haxhi Thaçi përballej me një sëmundje të rëndë dhe ishte i shtruar për mjekim në ÇKUK. Ai vdiq disa ditë pasi për herë të fundit u vizitua nga i biri Hashim Thaçi, i akuzuar nga gjykata speciale për krime lufte. Për vdekjen e Haxhi Thaçit, familjen e tij e kanë ngushëlluar shumë personalitetet të jetës politike e publike. Presidentja Vjosa Osmani shpreh ngushëllime për vdekjen e Haxhi Thaçit, babait të ish presidentit Hashim Thaçi. Osmani tha se kontributi dhe dashuria e tij për atë do të shndrohen në udhërfyes dhe kujtime krenarie për të gjithë ata që e njohën. Prandaj, në emrin e saj dhe të popullit të Kosovës, Osmani u shpreh ngushëllimet e sinqerta ish presidentit Thaçi, gjithë familjes së tij, si dhe miqve e të gjithë të afërmve të Haxhi Thaçit. Kryeparlamentari Glauko Njufca shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, babait të ish presidentit Hashim Thaçi. Konjufca tha se Haxhi Thaçi do të jetë i pranishëm me kujtimet që ka lënë pas në zemrat e atyre që e patën pranë dhe ndan jetën me ta. Për vdekjen e Haxhi Thaçit, ish presidentit Hashim Thaçi dhe familjes së tij kanë shprehur ngushëllime edhe lider të tjerë politik në vend. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi deklaroi se nuk u shua vetëm një njeri, por një baba që i dha Kosovës një çlirimtar, një burr që me përkushtimin dhe edukatën e tij ndihmoi në lindjen e një epoke të re për kombin tonë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, duke i shprehur ngushëllime familjes Thaçit për vdekjen e Haxhi Thaçit, tha se Baca e mbylli jetën duke lënë pas një histori të tërë sfidash e sakrificash. Haradinaj tha se është lajm i hidhur ndarja nga jeta e Haxhi Thaçit, babait të luftëtarit të orëve të para bashkëluftëtarit dhe ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Në këtë ditë zije, Haradinaj u shpreh se familja Thaçi po përballet edhe me mungesën e Hashimit, i cili me bashkëluftëtarët e tjerë po mbron luftën e shenjtë të UÇK-s në Hag. Sot në gjykatën themelore në Prishtinë bëhet seanca ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, të akuzuar për veprën penale të spionazhit. Shabani e Qerimi akuzohen se kanë ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë me mbledhjen dhe dërgimin e informacioneve, dokumenteve dhe materialeve që ndërlidhen me UÇK-n, me qëllim shtrembërimin e fakteve dhe të së vërtetës, përfshirë dhe atë për masakrën e Reçakut. Maqedonia Veriut shpalli 7 ditë zije kombëtare pas tragjedisë që ndodhi në një diskotek në Koçan, ku nga zjarri humbën jetën 59 të rinj dhe u lënduan 150 të tjerë, prej të cilëve 47 janë dërguar për trajtim jashtë vendit.
Prokurori i shtetit Lupo Kocevski ka bërë të ditur se prokurorit publik kanë inspektuar diskotekën Puls në Koçan dhe kanë konstatuar shumë paregullsi, duke shtuar se 10 persona do të qëndrojnë në paraburgim të përkohshëm si të dyshuar për tragjedin. Mesazhe ngushëlluese janë përcjell nga krerët të shtetit të Kosovës për të gjithë popullin e Maqedonisë së Veriut për ngjarjen tragjike në Koçan. Presidentja Vjosa Osmani tha se humbja e kaq shumë jetëve të reja është tragjedi e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ndërka kryeministri Albin Kurti ofroi mbështetje e institucioneve të shtetit për vendin fqinj. Ngushëllime për këtë tragjedi shprehen edhe liderët e tjerë partijak. Banorët e zonës kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë ndajnë rrëfime të këqija të kohës kur shqiptarët ndarë në dy shtete nuk guxonin të dinin për njëri tjetrin, ndonë se kishin lidhje gjaku farefisnore. Këto kujtime u bëjnë më të freskëta pika e vjetër kufitare dhe elementet të tjera që kanë dalë në sipërfaqe pas tharjes së liçenit të Vërmicës. Mungesa e reshjeve gjatë këtij dimri ka bërë që ujërat në liçenin e Vërmicës të shterojnë. Kjo ka bërë që pranë kufirit të sotëm Kosovë-Shqipëri të nxjerrë mbi sipërfaqen e tokës doganat dhe rrugën e kufirit të vjetër Vërmicë-Morin, që ishte vendosur midis Shqipërisë dhe Kosovës ndër shekuj. Këtë vit, pas tërheqjes së ujit, dallohen qartë, bunkerët, piramida D10 e pjesë betonit të gdhendura në vitin 1937. Dalja e këtyre pjesëve në sipërfaqe rikthen banorët e zonës në kujtime të hidhura të asaj kohe. Nëse edhe ke këqyrë për para ka kufini, të kanë dënuar policia. Nëse ke bo me gisht që në janë Shqipnia, të kanë marrë me njëherë. Veçanërisht, familjet të cilat nuk e kanë pranuar me bashkëpunuar me ta, kanë qenë të përndjekur, të ekspozuar pranë terrorit, pranë rasteve të ndryshme, derisa dhe kanë ardhur në shtëpi, kanë marrë, i kanë punë të kufini, i kanë ekzekutuar dhe kanë ardhur në pushtë koka gjoja se ka tentuar me dalë në Shqipëri. Deri në vitet e 80-ta, kur zona u mbulua nga ujë nga diga e Fierzës në Shqipëri, banorët e Vërmicës dhe fshatrave të tjera kufitare i mbillnin tokat e tyre, por për të punuar duhej leje veçantë. Vishin, pse s'keni tregu që ka ardhur dikush. Me tregu pse ke tregu. E pikërisht pas këtyre problemeve të vazhdueshme me ushtarët kufitar dhe pasi toka e Bukës u mbulua nga uji i liçenit, nisi shpërngulja banorëve në masë të madhe që në fillimet e vitit 1980. Pasi fusha e Vërmicës u mbulu me ujë nga liçeni i Fierzës, atëherë banorët e panë të arsyeshme më mirë të vendosen të shpërngulën. Por më shumë e njohur ndërkombëtarisht, kjo pikë kufitare u bë në mars të vitit 1999 përmes flukseve të deportimit të banorëve nga trojet e veta nga e gjithë Kosova. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja takohemi në edicionin orës 11. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.